Denoj edhe njerë, nëse partia ka bërë një deklarat, shpall Carlo Bolinon, super mafiozin numër 1 të mediave shqiptare. Me aktin e tij ndaj gazetarit veteran, realisht të pavarur, Babaramo mund tjetë nga më të paktit gazetar të pavarur të këtij vendi, të cilin për pavarësin që ka treguar, e ka ndjek nga një studio në studio tjetër, ndonë se ka mbetur i njëjtë. Me këte akt, Bolino shpallet armiku numër 1 i fjalës së lirë dhe super mafiozi i mediave në Shqipëri. Ky do jetë qëllimi i Partisë Demokratike ndaj këtij personi. Natyrisht, kjo nuk ka lidhje me gazetarët e tjerë të atij rrjeti televiziv apo grupi mediatik. Se ka sulmuar televizion, se nuk ka sulmuar apo të lutem, nuk ju ka akuzu ju Babaramo. Nuk ka thënë që zonja Maloku ka ardhur ka kërkuar këtë apa. Mos kënë midis dy njerëzve se Bolino mos harro. Cili është Bolino? Tani nuk po flas më për te, por akti që ka bërë ndaj Babaramos është një fyrje e rëndë për të gjithë, absolutisht. Dhe ai do përgjigjet për këte para opinionit publik shqiptar, si një super mafioz, që për hir të favoreve që kanë nga Edi Rama, pse ai shtron një pyetje, çfarë thaj? Na thoni çfarë qëndron nga veprat e Edi Ramës. Kaq tha. Prandaj është larguar. Si gazetare Report TV këtu, ndjej detyrimin të asiroj të gjë. Ti edhe gazetare e mirë, mos bëj avokatinë e Bolinos se nuk ja del dot. Nuk ka nevojë Bolino për t'i bërë unë avokat. Për zonja Maloku, jo ti, po sikur gjithë avokatët e botës të mlidhen atë nuk e mbrojnë dot. Shqiptarët treguan dje se janë pamposhtur nga kjo narkodiktaturë. Mendoj se me protestë e tyre përfaqësuar revoltën, zemrimin e një kombi të tërë. Kur do njëherë, me fuqishme kryengritja paqësore e shqiptarëve se sa dje nuk ka qenë në rrugët e Tiranës. Mesazhi është i qartë. Në Shqipëri, në kushtet e autokracisë, të sundimit e Edi Ramës, nuk ka dhe nuk mund të ketë më paqë dhe stabilitet. Betejë jonë do njohë vetëm ngjitje. Ajo do përfshi të gjithë Shqipërinë. Dhe do t'jetë e pandërprerë gjerë largimin përfundimtar të kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Ndaj dhe unë kam një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ata 10 mijëra qytetarë që mbushen dje rrugët dhe bulevardet e Tiranës dhe protestuan në mënyrë dijitoze. Shprehen zemrim në tyre ndaj këtij regjimi. Kam një mirënjohje të pakufishme ndaj mediave që e përcollën atë, por në veçanti ndaj mediave ndërkombëtare. Pas luftës në linjet mesme, lajme kryesore në mediat ndërkombëtare është protesta e qytetarëve shqiptarë ndaj regjimit të korruptuar të Edi Ramës. Dhe këto lajme të përhapura në mediat më të mëdha të botës, të transmetuara nga agjensitë më të mëdha ndërkombëtare dhe gazetat më të mëdha rrjetet televizive, janë mbrojtja e dignitetit të qytetarëve shqiptarë, mbrojtja e dignitetit të Shqipërisë. Me këto lajme,
mediat ndërkombëtare u faktojnë kombeve dhe vendeve të tyre. Se vërtet në Shqipëri ka një Ramaduro, ka një kryeministër i cili nxjerr veten mbi ligjin për vjedhjet që ka bërë. Përdor mandatet e tij si thika kundër ligjit dhe shtetit, mandatet e krimit. Por ka një popull që nuk pranon këtë. Ka një popull që ngrihet fuqishëm si vigan kundër tij. Ndaj dhe ne vazhdojmë rrugën tonë gjën largimin e kësaj organizate kriminale nga pushteti, e cila nuk ka zero legjitimitet. Ka dal nga farsë elektorale e certifikuar. Ka vjedh miliarda euro dhe tani ka sfundi bllokoj drejtësinë. Ne jemi të bindur se në këtë mënyrë ne jemi interpret të gjithë shqiptarëve që jetojnë pavarësisht nga bindjet e tyre, por që jetojnë me djersën e mundin e tyre. Kështu që betejë vazhdon edhe më fuqishme, do të përhapet, do të njohë nivele të reja. Nuk ka më paqe dhe stabilitet për hajdutrit, për narkozyrtarët shqiptar. Gjerë me rikthimin e votës së lirë shtetit ligjor. Faleminderit. Zoti Berisha thatë se protesta opozitës do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, po paralajmëroni që do të ketë protesta krahas Tiranës edhe në qytete të tjera të vendit dhe do të ketë radikalizim të lëvizjes opozitare. Do ketë kudo protesta. Aty ku është pa kënaqësia do ngrihet protesta. Regjimi do të përballet në të katër anë të vendit me qendresën e fuqishme popullore. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV, ka patur një reagim të ambasadës gjermane ditën e sotme, duke qenë se po themi një nga risitë e protestës dje ka qenë edhe ngritja e flamujve gjerman, por duket se ambasadës gjermane nuk i ka pëlqyer dhuna në protest, duke deklaruar se duhet të distancoheni menjëherë, udhëheqësit e protestës duhet të distancohen menjëherë, si përgjigjeni? Ne jemi të përcaktuar për kryengritje paqësore, por një gjë mund të them. Në qoftë se këto protesta ka patur me dhjetra demonstrues të plagosur nga dhuna policore, nuk ka patur gjërë sot asnjë polic të plagosur. Kjo është e vërteta. Por ne mbetemi të përcaktuar për kryengritje paqësore, sepse jemi të bindur se nëpërmjet saj realizojmë më mirë qëllimet tona. Ndaj dhe ne nuk kemi bërë dhe nuk bëjmë përkundrazi. Ne kërkojmë të vazhdojmë me moton paqësore. Ne mos harroni. Në kushtet e një grushti shteti janë të ligjshme të gjitha mjetet, por ne qëndrojmë tek mjetet paqësore. Edhe një në kushtet e një grushti, në kushtet e marrjes pushtetit drejtësisë nga ekzekutivi për ligjet çdo mjet, por ne qëndrojmë tek kryengritja paqësore. Kjo është e tëra. Ne dhunën më të madhe konsiderojmë dhunën më të madhe ndaj këtij populli marrjen e pushtetit të drejtësisë nga pushteti ekzekutiv. Kjo përbën një dhunë të tmerrshme kushtetuese. Për ne dhunë të tmerrshme ndaj këtij populli është Olta Xhaçka në parlament duke hedhur poshtë 2 herë urdhën e gjykatës kushtetuese. Për ne dhunë të tmerrshme ndaj këtij populli është bllokimi i drejtësisë ndaj për arrestimin e Lubi Ballukut për shkak të Edi Ramës. Për ne dhunë të tmerrshme është mos arrestimi Linda Bashës, e implikuar këmbë e kokë në aferën e Akshit. Për ne dhunë të tmerrshme është lëvizja e lirë e Ergjys Agasit dhe thuhet dhe vizitat e tij në Surrel, për cilat duhet bëhet hetim. Këto janë dhunë të tmerrshme ndaj një populli, sepse janë dhunë ndaj ligjeve, ndaj kushtetutës, ndaj themeleve. Ndaj dhe ne, me të gjitha këto,
ne qëndrojmë në moton e protestës paqësore, jo se, nuk e dim, por ne besojmë se dhuna nuk na shërben. Ne besojmë se në rrugën paqësore ne realizojmë më shpejt dhe më mirë qëllimet tona. Dhe ju i shifni mediat ndërkombëtare çfarë pasqyrimi të shkëlqyer i bëjnë protestave të Shqipërisë. Pra, jemi në kushte, nuk jemi në kushte të një vendi me demokraci, jemi në kushte të një vendi që ka humbur, është zhytur thellë në një autokraci elektorale apo diktaturë autoritare. Megjithatë ne nuk bëjmë thirrje dhe jemi kundër protestave të dhunshme, ne jemi për kryengritjen paqësore, jemi përcaktuar për këtë. Por po të jetë për dhunën më tegër ndaj njerëzve e ka përdor policia. E ka përdor policia, e cila ka gjojt me pluma gome në ballë, në kokë, dhe dje ishte ai që ishte në spital, Gremi, Denis Gremi, ishte viktime një goditje të rëndë në kokë, pa asnjë lloj shkaku. Pra, të kuptohemi, unë nuk them se s'ka patur element tek këtu, por nuk ka asnjë polic të plagosur. Dhe djes inskenimi i turpshëm i Edi Ramës. Çfarë kishin bërë dje, që ta dini ju? Kishin çuar 5 policë dhe i kishin shtri në ato shtret, po ata s'kishin gjë. I zhveshen mjek, të isha unë atje, edhe s'kishin asnjë plag, asnjë gjë. Shkoj dhe la mëllaj, absolute kjo, se mund të dunë po. Shkoj ky shanatari, për t'i dhanë pompë për thënë, po, dhe Rama u bërë gati të nisë, u bëra unë gati të nisë të dëshmoja shqiptarëve që këta po mashtronin. Polistikën, nuk qëndruan se s'donin të bëheshin kukla në një skenar të turpshëm, s'kishin asnjë gjë. Shkova takova mjektjo, s'ka asgjë të regjistruar. Imagjinoni ju, duan të inventojnë, jo, pse nuk ka dhunë? Sepse ka porosit mos ketë dhunë. Sepse është paqësore protesta. Pa shumë thjesht të bësh dhunë. Gjë me thjesht. Por ne kemi këtë platformë. Berisha, ndërsa zgjedhjet në Partinë Demokratike po afrojnë, krahas rikandidimit tuaj për kryetar, Ervin Saliani ka shfaqur dëshirën për të kandiduar. Pyetja është, a lejohet Ervin Saliani të kandidojë? I vetë përjashtuar ishte i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Tani, pse e birson ky apo ai politikisht, këte apo ate, kjo s'është puna ime. Birsimet ka ndodhë dhe ndodhin gjitha kohrat. I gëzofshin ata që birsojnë. Kaq është puna. E birsuar, hiku mori fund. E gjani vetë, ju shifni vetë. Shifni vetë, pra. Po e birsuar. Po të mos birsohaj, do ishte aj. Ai Zoti Berisha, a nuk është... Të lutem tani, se nuk kam kohë me atë problem. Zgjodhi vetë birsimin, iku mori fund. Pra, zgjodhi birsimin. Tani. Pyetje tjetër? A është shenjë frike kjo nga ana juaj për të patur Ervin Salianin përballë, sepse shumë kush mund ta shohë edhe si shenjë frike. Mund ta lini të kandidojë dhe të shihni se sa mbështetje ka. Tani e thatë gabim këtë, se unë që është e vërteta, kam shumë kënaqësi të kem rival. Dhe në gjitha kohrat unë kam patur rival. Po kur tjetri birsohet bën zgjidhjen e tij, politikisht e kam fjalën, se jo kështu sa i ka prindet e vetë dhe nuk ka, po politikisht e ka bërë tani, s'kam si po jo. Tani për dënime që po jemi këtu. Që ta dini gjithë. Një ditë më vjen nga burgu në zyrë. Se mirë është me që se hapë bisedën. Dhe më thot, erdha të marrë një mendim. Çfarë mendimi i them unë? Urdhë, e prita mirë, sigurisht. Kemi bërë gjithçka për ta cilësuar burgosur politik dhe e ka merituar plotësisht. Çfarë mendimi? Urdhë, i them.
Tani thot, më ka ngel 3 muaj burg. Për të dalë, më takon me dalë si pas ligjit, por kërkojnë nga unë një deklarat në të cilin duhet të garantoj se nuk do të vras Fatmir Xhafer. Po, kush ta kërkon ty këte? Ma kërkon gjykata për të firmosur në drejtoria e burgut. I tha mund, po ti je i burgosur politik, ti s'ke punë me Fatmir Xhafer aty. Nuk je zan, nuk je shah, nuk je raf me Fatmir Xhafer. Dhe ti i the mund, me që po më pyet mua, unë të këshilloj që një deklarat të tillë të mos e bësh. Sepse kjo ti merr fajsi në këtë mes. Të thuash që unë s'kam normen të vras Fatmir Xhafer, do të thotë që Fatmir Xhafer të burgosi ty se ti e ke kërcënuar me radhë. Kjo është e vërteta që ta dinë shqiptar, ta dinë që të gjithë, dhe demokrat dhe ata që po. Dhe, por unë i them se natyrisht ai ishte në burg. Dhe unë nuk mund mirja përsi për t'i thoja më shumë se kaq. Këshilla ime është që ju të mos e firmosni, se kjo të fajson dhe të mbet t'i e i rinë karrierë dhe ke karrierë për para, si do më firmosë ti. Mirë tha, iku. Doli, erdi. Qarë bërë me atë? Jo tha, nuk ma kërkur ma. Tani, tjerat lexoni vetë. Kështu që nuk është përgjegjësia ime për atë që birsohet politikisht këtu apo aty apo këte apo andaj, ka bërë zgjedhjen e tij. Por, pyetje tjetër? Dakor, atëherë.